Shkruar Skënderbegas, ushtarak në detyrë në forcat e armatosura, në rezervë, lirim apo pension. Mirë se erdhët. Shoqata Shkolla Ushtarake Skënderbej organizon veprimtarinë e veçantë Takim Gala. Ky takim, përtej emocionit të një koncerti, mallit dhe nostalgjisë për njëri tjetrin, për mësuesit, komanduesit dhe për dhimbjen e madhe të mbylljes së shkollës sonë, është mbi të gjitha një takim me historinë, një takim me të vërtetën dhe një thirrje për ndërgjegje kombëtare. Shkolla Ushtarake Skënderbej, kjo vatër e lavdishme e edukimit, disiplinës, formimit atletar dhe ushtarak, mbetet një nga institucionet më të rëndësishme në historinë e arsimit shqiptar. Ajo nuk jeton vetëm në kujtime, por në vlerat që la pas, në karakterin që formoi dhe në dinjitetin me të cilin çdo Skënderbegas e ka përfaqësuar ndër vite. Në këtë 81 vjetor të shkollës Skënderbej, ngrihen natyrshëm dy pyetje të mëdha. E para, a duhet të mbyllë kjo shkollë elitare? Nëse jo, atëherë përse ne vazhdojmë t'i festojmë për vjetorët e saj si ditë nderimi, respekti dhe përkujtimi? Dhe pyetja e dytë, për nevojat të sigurisë kombëtare, rajonale e globale dhe sidomos për edukimin e brezave me frymën e atë dashurisë, profesionalizmit, disiplinës dhe karakterit të fortë të ushtarakut, bazuar në ligjin për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë, a duhet të rihapet ky institucion? Përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve nuk i përkasin vetëm së shkuarës, ato lidhen me të tashmen dhe të ardhmen e vendit, me kujtesën historike, me përgjegjësinë qytetare dhe me domosdoshmërinë për të ruajtur e ringritur vlerat më të mira të edukimit kombëtar dhe ushtarak. Ditëlindja e shkollës Skënderbej është ditëlindja shpirtërore e çdo Skënderbegasi. Historia, kujtimet dhe vlerat e saj do të nderohen e do të respektohen për sa kohë të mbetet gjallë edhe Skënderbegasi i fundit. Faleminderit. Unë do t'ju ftoja të gjithëve, kështu siç jeni në sallë, të ngrihemi të gjithë në këmbë për të respektuar himnin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë që do të na shoqërojë, ndryshe nga ato video që i vendosim ndonjëherë dhe i shkarkojmë nga rrjetet sociale, kemi orkestrën e forcave të armatosura që do të na shoqërojë. Pra ata do të luajnë dhe të gjithë së bashku le të respektojmë e këndojmë himnin kombëtar. Falenderoj gjithashtu dhe artistët e orkestrës së forcave të armatosura. Sot kemi 81 vjetorin e një ditëlindje shumë të rëndësishme, festimi së cilës është kthyer në një traditë të bukur dhe kanë qenë edhe organizime që i kanë paraprirë ditës së sotme. Dhe kur ka një ditëlindje, kur janë kaluar 8 dekada,
Natyrshëm do të donim të gjithë të kishim një përmbledhje të atij historiku të vogël në formën e një reportazhi të shkurtër që na sjell që nga momenti i krijimit të shkollës ushtarake Skënderbej dhe deri në ditët tona. Prandaj ju ftoj që të ndjekim këtë dokumentar të përgatitur. Pesë vjet më parë, u çel në Tiranë shkolla e pionerëve të luftës, e cila 2 vjet më vonë, në vitin 1947, mori emrin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në këtë festë të bukur tradicionale të filizave të ushtrisë sonë popullore, kanë ardhur nga të 4 anët e vendit ish skënderbegas, mësues dhe kuadro. Ata sjellin me vete mallin, kujtimet, emocionet, dashurinë për shkollën dhe njëri tjetrin. Vijnë me krenarinë e emrit Skënderbegas, që populli aq shumë i ka dashur dhe i do. Në këtë përvjetor të saj, ishin të pranishëm disa nga figurat më të larta drejtuese të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Që nga dita e krijimit, kur oborrin e kësaj shkolle e mbushën pionerët e ardhur nga zjarri i betejave të përgjakshme për shqirimin e atdheut nga pushtuesit e huaj dhe tradhtarët e vendit, një kujdes i veçantë i është kushtuar punës për edukimin patriotik e atdhetar të skënderbegazve me dashurinë për popullin e atdheut. Rruga 45 vjeçare e shkollës së mesme ushtarake Skënderbej është vetë rruga e rritjes dhe modernizimit të tërë ushtrisë tonë. Si vatër e edukimit patriotike atdhetar, ajo ka ardhur duke u perfeksionuar vazhdimisht nga viti në vit. Nga gjiri i kësaj shkolle, kanë dalë kuadro të aftë që drejtojnë me dije, profesionalizëm e përkushtim në lloje të ndryshme armësh e shërbimesh anë kënd atdheut. Në këtë 45 vjetor, shumë prej kuadrove, mësuesve e nxënësve, për tregues të lartë pune të palodhur dhe të ndërgjegjshme për forcimin e rregullit e të disiplinës, si dhe të revolucionarizimit të procesit mësimore edukativ, u jepen urdhra e medalje të ndryshme të akorduara nga Presidiumi i Kuvendit Popullor. Brenda jetës së këtij muzeu, lëvizin gjenerata të tëra. Brenda tij hyn në mjediset e 45 vjetëve. Këto armë, që duken sikur të shlodhen, kanë provuar zemrën, syrin edhe gishtin e pionerëve partizan të skënderbegazve që më vonë plotësuan ëndrrën më të madhe të jetës, u bën kuadro e drejtues të denjë të ushtrisë. Tek brezat e skënderbegazve është ushqyer dashuria dhe nderimi për punën, duke derdhur djersën e tyre krah klasës punëtore në 10 aksione të ndryshme kombëtare. Gjurmët e tyre të punës gjenden në ndërtimin e rrugës së Malësisë së Madhe, në taracimin e kodrave të Ksamilit, në hekurudhat Librazh, Prenjas, Milot, Rëshen, Klos, në hidrocentralin e Fierzës, Komanit e në 10 vise të tjera në jug e veri të vendit.
Ajo që shquhet në këtë shkollë, ndryshe nga të gjitha shkollat e tjera të mesme të vendit, është stërvitja e lartë fizike dhe ushtarake që Skënderbegasit bëjnë me aq dashuri e pasion. Në 45 vjetët e jetës së saj, ka qenë një vatër e vërtetë rritjes të saj sa talenteve sportive. Nga radhët e kësaj shkolle, kanë dalë ekipe dhe sportistë të shquar, rekordmen dhe kampion kombëtar, mjeshtra dhe mjeshtra të merituar të sportit, antar të ekipeve tona kombëtare. Përparësi në këtë shkollë, i është dhënë procesit edukativ dhe modernizimit të saj. Baza mësimore ka ardhur gjithmonë duke u pasuruar. Në këtë kabinet të përgatitjes ushtarake, Skënderbegasit marrin njohuritë e para për artin ushtarak dhe për t'i thelluar ato më tej. Në ceremoninë me rastin e 45 vjetorit të krijimit të shkollës së mesme ushtarake Skënderbej, flamurin të shkollës u shtua edhe një tjetër vlerësim i merituar, urdhri i lirisë i klasit të parë, akorduar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor. Si pjesëmarrëse e rregullt në të gjitha paradat ushtarake të zhvilluara në vend, kuadratet e Skënderbegasve ishin ato që shkëlqenin, e merrnin duartrokitjet entuziaste të popullit të Tiranës e të gjithë Shqipërisë, duke gëzuar kështu respektin e dashurinë e tyre. Respekt e mirënjohje për të gjithë brezat e Skënderbegasve, për rolin e kontributin e tyre ndaj dheut të tyre të dashur. Më pëlqeu teksa ju parë që po ndiqnit me shumë interes, edhe me siguri keni parë ata të rinj ashtu me flokë të zeza. Dikush i ka krahasuar me thinja që ka sot, po ato janë thinja fizikërie. Janë sfidat pa numërta që keni kaluar edhe i di shumë mirë, pasi edhe babai im ka qenë një ish Skënderbegas. Megjithatë, sot do t'ju themi të gjithëve Skënderbegas. Unë do të ftoja për fjalën e hapjes. Një person i cili ka punuar vazhdimisht dhe jo vetëm tani, po gjithmonë në aktivitete të ndryshme duke i bërë bashkë Skënderbegasit. Dhe aktiviteti i sotëm e të ndryshme mban vulën e tij për impenjimin e jashtëzakonshëm, ftesat, organizimet e çdo detaj. Do ftoja përpara jush kryetarin e shoqatës së shkollës ushtarake Skënderbej, avokatin Adem Ajdini. E mirëpresim me një duartrokitje. Nderuara zonja Ida Kripa, përfaqësuese e Ministrit Mbrojtjes. I nderuari zoti Luan Rama, Skënderbegas, gazetari minjor, ish ministër i Mbrojtjes, i vetmi Skënderbegas në këtë pozicion, ish ministër i Kulturës dhe Rendit.
I nderuari General Lejtnant ambasador në disa vende të Europës, General Lejtnant Pëllum Qazimi. I nderuari profesor doktor Zyti Dervishi, faleminderit për prezencën tuaj. I nderuari profesor doktor Skënder Shkupi, ish mësuesi i shkollës Skënderbej, faleminderit për prezencën tuaj. I nderuari Zoti Shkëlqim Dervishi, drejtor i fundit i shkollës Skënderbej, faleminderit për prezencën. Zoti Bujar Hasani, faleminderit. I nderuari Kundër-Admiral Marcel Mëllaj, faleminderit për prezencën tuaj. I nderuari Adem Shehi, komandant i brigadës 158 UÇK-s, faleminderit. I nderuari General Detpreng, faleminderit. I nderuari Skënderbegas Excellent, Agim Cani, faleminderit. I nderuari Zoti Sinan Shala, faleminderit për prezencën tuaj. E nderuara Dëshira Casli, vajza e profesorit ton Casli, faleminderit për prezencën. Të dashur Skënderbegas dhe miqtë e mi, nuk duhet të ndohemi për nga numëri se sa jemi, po duhet të motivohemi se çfarë ideje zgjellim. Duke patur parasysh që disa fjalë të mia, disa që i përkasin fjalës tyre, janë konsumuar në rrjetet sociale, në mjet komunikimit, ashtu që u komunikua nga fjala e moderatorës zonja Kozeta Bruci, ashtu se edhe nga dokumentari i bukur që ne sapo e pam, mendoj se fjala ime nuk mund të përsëritet. Shoqata Shkolla Ushtarake Skënderbej, me vendim numër 7068, 22 shkurt 2023, e regjistruar si person juridik në gjykatën e re Tiranë, me NIP më 580-845 1 është një shoqatë që ka legjitimitet plot, cilo feston sot 81 vjetorin e shkollës Skënderbej. 81 vite më shumë, thot poeti i madh Benduka, nuk shtuket ajo kuror. Në buroft kënga lum, në të tjera për vjetor. Në të tjera për vjetor, në 82, 83, ne do jemi më shumë, do marrim më shumë nga brezat e tjerë të Skënderbegasve. Shoqata jonë, me sloganin "Atheu kauza Skënderbegasve", synon njërisi, një lëvizje. Kemi rreth 30 e ca vite kusur që për vjetorët e shkollës Skënderbej festohen si dita përkujtimore. Shkolla Skënderbej ka qenë fitanishtja e të tjera vit pas viti, por absolutisht mungon kutësimi për të rihapur të. Edhe mendoj se situata geopolitike dhe situata kombëtare dhe nevoja për edukimin e Skënderbejit dhe forcave të armatosura me frymën e atëdëshurisë dhe disiplinës hekurt kërkon që kjo shkollë të mosdoshmërisht të rihapet. Për arsye, sepse karakteri i fort i ushtarakut përgatitet bashkë me autorizant. Po ekziston mundësia që kjo shkollë të hapet plotësisht. Referuar ligjit 15/2017 për arsimin e formimin profesional. Profesioni i ushtarakut është një profesion si të gjitha profesionet e tjera. Mjafton që shoqata jonë do t'i propozoj me një draft, një shtesë në ligjin për arsimin profesional, Ministrit Mbrojtjes dhe Ministrit të Financave që e përfaqëson arsimin profesional, dhe kjo shkollë është e hapur të hapet. Por ekziston dhe një mundësi tjetër, që ne ish Skënderbegasit, businessmen, mundet të krijojmë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, një shoqëri anonime e cila ta administroj dhe ta drejtoj këtë institucion.
Kjo është arsyeja dhe motivimi që përse jemi në një 80 vjetor. Dhe reveruar thënies së Skënderbegasit Sadik Sula, kjo shkollë do të festohet derisa të mbetet gjallë Skënderbegasi i fundit. Kjo na bashkon. Ju faleminderit për prezencën tuaj edhe gëzuar 81 vjetorin të shkollës Skënderbej. Faleminderit. E falenderojmë avokat Ajdinin. Në aktivitetet të kësaj rëndësie, patjetër që ne ftojmë personalitete, i justifikojmë për impenjimet e shumta edhe mungesat që mund të kemi, por ata që zgjedhin që të vinë kanë një vlerësim të dyfisht. Dhe unë do të ftoja për një fjalë përshëndetëse Skënderbegasin, deputetin, politikanin, ish ministrin e mbrojtjes, së rendit, kulturës, gazetarin e mirënjohur zotin Luan Rama. Të dashur Skënderbegas, sot nuk kanë vlerë dhe fuqi asnjë prej titujve, ofiqeve apo funksioneve që jeta na ka vënë si sprovë përpara. Sot jemi të gjithë Skënderbegas dhe ky është titulli dhe emri më i nderuar për të gjithë ne këtu dhe për ata që nuk janë, por që qoftë edhe një ditë të vetme kanë qenë në shkollën Skënderbej. Natyrisht takimet të tilla kanë brenda emocion, por kanë dhe krenarin. Krenarin për atë që ishte dhe për atë që mbetet shkolla Skënderbej. Unë kam pahyrë të kjo sallë që nga viti 1982, kur kam ikur nga shkolla Skënderbej, se ishte e përbashkët, kjo ishte dhe për shkollën Skënderbej dhe për shkollën e bashkuar. Dhe këtu bënim koncertet me të Kulekun dhe me të tjerë. Kështu që duke ju parë sot në këtë sallë, ndjej emocion, ndjej gëzim dhe krenari që unë jam njëri nga ju dhe dua t'ju them për të mos u zgjatur shumë që shkolla Skënderbej ka qenë me fat, sepse ata që e themeluan, ditën t'i vën një emër që i jep shkollës përjetësi. Të gjithë emrat e tjerë në një moment caktuar të historisë kanë qenë, janë dhe janë kalimtar. Kanë qenë larg pamës sepse në ethet edhe në euforinë e fitores së luftës mund t'i kishin vënë çdo emër tjetër. Por i vun emrin Skënderbej, emrin e heroit ton kombëtar, pikërisht për t'i dhënë brezit të 14 vjeçarëve që hynin në këtë shkollë medaljen e parë të krenarisë së tyre që lidhet me emrin e Skënderbeut. Por shkolla Skënderbej ka edhe një fat tjetër. Ka fatin e madh sepse ajo ka qenë vatra e parë e edukimit adetar të ushtarakëve shqiptar. Ne të gjithë kemi qenë Skënderbegas në atë kohë kur ideologjia dhe politika ishte në plan të parë, por në auditoret e shkollës Skënderbej, refreni, fjala e parë, motivi ishte adheu. Dhe të gjithë ata që kanë kaluar në këtë shkollë, nga dita e parë, e deri kur është mbyllur, janë edukuar me dashurinë për adheun, dhe pse janë edukuar të tillë, ata i dhanë ushtrisë shqiptare, karakterin adetar, patriotik dhe bën që ushtria shqiptare të mos merrte mbi vete njollat e turpit që i impononte her pas her politika dhe ditën të ruajnë integritetin e tyre dhe integritetin e uniformës së shenjtë të ushtarakut. Dhe kjo është një meritë e madhe dhe është padyshim një krenari e madhe për shkollën Skënderbej. Por dhe Shqipëria ka qenë me fat. Ka qenë me fat sepse të kishe një shkollë të tillë do të thoshte që t'i lije në dorë shqiptarëve patriot të kalitur e të edukuar në shkollën Skënderbej fatet e mbrojtjes së adheut. Kështu që në këtë ditë të 81 vjetorit, ne ka sepse të jemi krenar për gjithçka kemi bërë,
ka sepse të jemi krenar për emrin e mirë që i kemi lënë shkollës në panteonin e nderit të gjithë atyre që kanë kontribuar për atë dheun. Unë ndjej një emocion të madh sot, si që thash, takova mësuesin tim kujdestar, mësuesin e fizikës, profesor Skënder Shkupin, por edhe modelin e qytetarit, mësues. Unë e kisha model edhe për t'i kopjuar shkrimin e bukur. Kush e ka patur mësues Skënder Shkupin ja mban mend shkrimin, siç pata kënaqësinë dhe nderin të takoj edhe komandantin tim të kompanisë Petrit Bokën dhe të kujtojmë në këtë rast të gjithë mësuesit, trupën civile dhe ushtarake të asaj shkolle që kontribuan me aq përkushtim dhe me aq pasion, me aq dashuri. Ne ishim vetëm 14 vjeç. Imagjinoni 14 vjeç siç kemi qenë të gjithë, ikën nga shtëpia, vendosesh në një regjim ushtarak, vendosesh në uniformë, dhe çfarë thyerjesh të mëdha krijohen në subkonsciencën e secilit, dhe çfarë tramash mund të krijoheshin nëse nuk do të gjenim tek komandanti, tek komisari, tek mësuesi, prindin e dytë. Dhe shkolla Skënderbej u bë për të gjithë ne familja jonë e dytë, familja e madhe, dhe që jemi sot të gjithë së bashku është pikërisht fal asaj dashurie dhe solidariteti që skënderbegasit e kanë shembullor edhe sot e kësaj dite. Mund të mos njihesh personalisht, mjafton të thuash që jam skënderbegas, ke dhënë kodin e komunikimit, ke dhënë kodin e solidaritetit, ke dhënë kodin e nderit dhe kodin e besnikërisë për shokun që ke në krah. Kjo është shkolla Skënderbej dhe kështu do të jetë deri në ditën kur do të ketë frymë dhe jetë edhe skënderbegas i fundit. Vetëm kam një sugjerim që në 82 vjetorin dhe në vijim, festat t'i bëjmë së bashku, se skënderbegasit nuk mund të ndahen, ata janë një trup, e para, dhe e dyta, ftesat të na vinë me detyrim që të marrim me vete edhe nipin ose mbesën. Ta trashëgojmë nderin dhe krenarinë e shkollës Skënderbej edhe tek pasardhësit tanë, të njohin, të dinë ku jemi rritur, ku jemi edukuar dhe pse jemi bërë këta që u bëm. Duke ju uruar shëndet të gjithëve, edhe njëherë gëzuar festën të dashur Skënderbegas dhe qofshi krenar për emrin e bukur Skënderbegas. Faleminderit. Faleminderit zotit Luan Rama. Ne do të ndryshojmë pak atmosferën e aktivitetit duke sjell pak këngë. Por mendova që prezantimin e këngës ta bëj disi ndryshe. Për shembull, nëse unë do të thoja vargun e parë të një kënge, si do ta ktheni ju nga salla vargun e dytë? Nuk e di nëse duhet ta këndoj, nuk jam këngëtare mirë, por po e bëj një provë. Nato Maja, ripa ripa. Okej, ju falenderoj, jeni shumë të mirë. Por për ta kënduar më mirë dhe ju të vazhdoni dhe ta këndoni, do të ftoja artistët e orkestrës së forcave të armatosura, njëherësh edhe këngëtarët, të cilët do të interpretojnë në dy këngë. Nato Maja ripa ripa dhe kënga e dytë Hakmarrje me muzikë të Dhora Lekës. Një duartrokitje për artistët tanë.
Një duartrokitje për Lubjana Neziri, është orkestra që sapo luajti. Anjeza Qose, Kristina Kalivaci dhe Remino Sula. Faleminderit që ishi këtu me ne. Do të qëndrojmë prapë te fusha e këngës, por do të ftoj një këngëtar shumë të mirënjohur. Kujtim Turku. Është një këngë shumë e bukur Skënderbegasit, por para se ta këndoj atë, një fjalë përshëndetse. Përshëndetje, përshëndesi, dhe është një shumë të nderuar. Kam bënë emocione të mia. Kjo kanë është ndërruar vëpse do të asio në dy variante. Në variantin e kënduar kur kemi qenë të ri, ju edhe unë, dhe në variantin tashti që jemi në një mosh prapë të ri. Unë shtari vogël jam, ditë të mbroj vendin tim, lutë të kuq në ballën kam, kush në bajnë në poligon, Skënderbegas shok më thonë, emrin kam, luftetar, krenari unë di gjithmonë, zërsa me jam ushtar, latë flamurin do të ngrej më ty, me lartë ushtria jo në mes, s'tu jis t'i zgarem. Latë flamurin do të ngrej më ty, me lartë ushtria jo në mes, s'tu jis t'i zgarem. Mesat më shkon të saj, atletina ke ushtar, në gajtë që jemi ne, në vite marë. Unë shtari vogël jam, ditë të mbroj vendin tim, emri ynë është emër deri, do t'arroj në shpirtin tim. Skënderbegas shoh më thonë, emri im është krenar, krenari unë di gjithmonë, zënës jam edhe ushtar. Rap në murin do t'a ngrej në ty, më lartë ushtria jo në mes, s'tu hish t'i zgarem. Rap në murin do t'a ngrej në ty, më lartë ushtria jo në mes, s'tu hish t'i zgarem. Ne sot në shkollë mësojmë, atletina ke ushtar, dhe gotë që jemi ne në vite parë. Skënderbegas shoh më thonë, emri im është krenar, krenari unë di gjithmonë, zënës jam edhe ushtar. Skënderbegas nena thonë, emri ynë është krenar, krenarin e ndin gjithmonë, zënës jemi dhe ushtar. Lartë flamurin do t'a ngrej më ty, më lartë ushtria jo në mes, tu hiq t'i zgarem. Lartë flamurin do t'a ngrej më ty, më lartë ushtria jo në mes, s'tu hiq t'i zgarem. Me sot, në shkollë mësojmë, atletina ke ushtar, dhe katë që jemi ne në vite parë. Skënderbegas shoh më thonë, emri im është krenar, krenari unë di gjithmonë, zënës jam edhe ushtar. Skënderbegas nena thonë, emri ynë është krenar, krenarin e ndin gjithmonë, zënës jemi dhe ushtar. Zënës jemi e ushtar. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për duartrokitje që e shoqëruat këngën. Brezi im e njeh forcën detare përmes dokumentarëve, e kam fjalën për Kohën e shkuar, apo dhe filmit Ballë për ballë. Kështu që është emocion më vete kur ne thrasim një përfaqësues të lartë, Skënderbegasin, komandant force detare kundër admiral Arsen Mullaj. E ftojmë këtu. Mirëmëngjes të gjithëve, si një Skënderbegas e prita me kënaqësi ftesën e organizatorëve për të qenë pjesë e këtij aktiviteti që ashtu si pasardhësit thanë, fjala Skënderbegas na përfaqëson të gjithëve. Të nderuar Skënderbegas, të dashurisë nxënës, mësues dhe miq të kësaj shkolle të lavdishme, të nderuar pjesëmarrës,
Sot mblidhemi me krenari dhe respekt për të përkujtuar një datë të shënuar, ditën e krijimit të shkollës Skënderbej, një vatë reformimit, disiplinës dhe atë dashurisë që ka lënë gjumë të pashlyeshme në historinë tonë. Kjo shkollë nuk ka qenë thjesht një institucion arsimor, por një simbol i përkushtimit ndaj dijes, karakterit dhe shërbimit ndaj adheut. Brezat të tërë Skënderbegas janë rritur me vlerat forta, me ndjenjën e përgjegjësisë dhe me frymën e sakrificës, duke u bërë më pas qytetar të ndjenjë në shoqëri dhe kontribues të çmuar në historinë e forcave tona të armatosura. Sot, ndërsa kujtojmë fillimet e saj, nderojmë të gjithë ata që kontribuan në ndërtimin, konsolidimin dhe forcimin e kësaj shkolle, mësuesit e përkushtuar, drejtuesit vizionar dhe nxënësit që i dhanë dinjitet emrit të kësaj shkolle. Fryma e Skënderbegasit ka qenë gjithmonë një udhërrëfyes për ushtarakët shqiptar. Ajo përfaqëson guximin për të përballuar sfidat, vendosmërinë për të mbrojtur atheun dhe ndeshmërinë në shërbim të popullit. Brezat që kanë mbajtur këtë emër me krenari kanë qenë jo vetëm mbrojtës të kufive, por edhe mbartës të vlera më të larta të kombit tonë. Në çdo periudhë historike, nga kohët më të vështira deri në ditët tona moderne, këta burra dhe gra kanë qëndruar të palëkundur në detyrën e tyre. Ata kanë treguar se forca e një ushtrie nuk matet vetëm me armë, por mbi të gjitha me karakterin, disiplinën dhe shpirtin e atyre që e përbëjnë atë. Sot, kur Shqipëria është pjesë e aleancave ndërkombëtare dhe kontribuon për paqen dhe sigurinë globale, trashëgimia e këtyre brezave vazhdon të jetojë. Ajo reflektohet në profesionalizmin e ushtarakëve tanë, në përkushtimin e tyre në misionin dhe në respektin që ata gëzojnë brenda dhe jashtë vendit. Data e krijimit të shkollës Skënderbej nuk është vetëm një kujtesë e kaluarës, por është një thirrje për të ruajtur dhe për të sjellë më tej vlerat që na bashkojnë si Skënderbegas, respekti, disiplina, solidariteti dhe dashuria për atheun. Le të vazhdojmë ta mbajmë gjallë këtë trashëgimi, duke u bërë shembull për brezat që vinë dhe duke mos harruar kur rrënjët tona. Gëzuar këtë përvjetor të rëndësishëm, lavdi shkollës Skënderbej dhe gjithë Skënderbegasve. Faleminderit. Ne gjejmë rastin qoftë edhe përmes një duartrokitje të falenderojmë të gjithë ata Skënderbegas që sot nuk janë më mes nesh. Dhe kontributi i tyre është i jashtëzakonshëm. Gjej rastin këtu të falenderoj çdo ish Skënderbegas, i cili pavarësisht gradave e dha me ndërgjegje kontributin e tij në mbrojtjen e adheut. Prandaj një duartrokitje në shenjë nderimi për ata që sot nuk janë më mes nesh. Dhe tani është fjala përshëndetëse për Skënderbegasin Ekselencë, zotin Agim Cani. Që prezantimi është kështu që unë një njëri anonim, Skënderbegas Ekselencë, gjithu e ekselentin. Më gjithë u blogë prezentim, tash ish flasësh mbrapa kushirit tim dhe njeriu që e kam respektuar gjithë jetën për mbrapa Luan Ramës, është që ke vështirë, po. Unë kam emocionet e shtatorit 71 ku kam mbajt fjalën e hapjes, si ai Kolopuçi nga Bulqiza 14 vjeç, dhe kam po këto emocione. Kështu që normalisht është emocionale se atje ku jetoj unë ka 30 vjet në Gjermani, s'ka emocione, ka dhe unë kam pasi fat që në jetën time kam njohur njerëz nga gjithë bota. Po ta shkruaj hartën, nuk ka vend botës ku s'kam takuar njerëz. Kam punuar në qendrën më të madhe të azilit në Gjermani ku kishim 10.000 vetë. Dhe kam takuar edhe kam punuar me ushtar gjerman, ushtarak gjerman. Kam pas fatin të takoj edhe një oficer amerikan, se oficerët amerikanë kur dalin pension në Gjermani, rrinë në Gjermani për kushtet sociale që ka Gjermania, kur i kanë treguar shkollës Skënderbej, më ka thënë tekstualisht e fjalë. Çeka tamam se u sponti amerikanë. Dhe më thënë, ishte një gjë që unë u befasova, sepse amerikanë dhe kultura perëndimore është në përgjithësi ta thotë atë që ndjen. Dhe do të them diçka tash që kjo shkollë që kemi ne ekziston vetëm një vend tani në Rusi. Ka 100 shkolla që përgatisin katedrat. Kush fiton atje, se 100 bëhet konkurenca madhe, kush fiton bën një xhiro mes qytetit, që është një der i madh. Pse kujtova këtë moment se ku kam qenë në Skënderbegas, kam shkuar në Bulqiz, qytetin tim më të dashur,
I kam thënë mamës time bëje gati uniformën, edhe kam bërë gjirën në mes Buqizës me atë uniformën e bukur të Skënderbegës, isha krenari e madhe. Po kjo krenari më ka shoqëruar gjithë jetën, që kam qenë Skënderbegës dhe e them me plot bindje që kam përjetuar momente të cilat nuk do t'i harroj gjithë jetën. Shkolla Skënderbej krijoi shoqërinë egalitare, shoqërinë e njëjtë, që sipas një autori gjerman Harald Hartmann, është shkalla më e lartë e civilizimit. Ne ishim gjithë barabartë. Por patëm diçka të bukur, kishim pedagog elitar. Pedagog elitar. Pedagog elitar. E dini pse e them këtë, gjermanë kanë një shprehje, thonë gjitha gjërat e bukura janë tre. Unë do përmend tre. Tre ushtarak elitar që kemi pas neve, me Qostarin, Agim Tepelenën dhe Bektenën. Ushtarak elitar. Do përmend tre pedagog elitar që kemi pas neve, që unë janë, se tush, i marrë me vete ku do, edhe jam ky Agim që jam edhe, se i kam marrë ku do me vete ata. Pedagogën Skënder Shkupi, që na ka hipnotizuar, na ka qunë në univers, ku na shpjegon të astronominë. Kemi qenë pjesë e tij. Pedagogën Pavel Bici, një aristokrat që jetonte në atë sistem. Të të kujtoj edhe pedagogën tim të mrekullueshëm Vladimir Bitri. Skënderbegës se nuk do t'i përmend, se ka ndalë shumë, po ju them diçka që është, nuk kemi pse të jemi xhelos për sukseset e kujt do në këtë botë. Ne kemi Skënderbegas që janë bërë ministra, kemi Skënderbegas që janë elitë, që janë kuadro. Po edhe në njerëzit anonim, Skënderbegasit jetojnë mirë me këtë emër që kemi. Është një nder i madh për neve që kemi qenë dhe jemi Skënderbegës. Këtë nuk do të harrojmë kurrë dhe bëni dashuri për njëri tjetrin sa jeni. Bëni dashuri. Unë akoma e dua Rushdi Baxhavun, pa ai nuk është më në jetë. Unë kam pas shok klase. Domethënë duajeni njëri tjetrin, largoheni nga këtyre cinizme. Tashi ministri mbrojtje nuk do të boshim gjithë, po bëj Skënderbegas, Luan Rama. Futbollist kombëtar nuk do të boshim gjithë, po bë Ferhat Musta, u bë Artur Lekbello. Këngëtar nuk do të boshim gjithë. Para e fundit se ne takojmë rradhë, unë jetoj prej 30 vitesh në Gjermani, duhet një tjetër me gjithë shpirt, se është gjë e më e madhe, pasuria më e madhe që mund t'i japim një tjetër. Ju falenderoj nga zemra që më dëgjuat, dhe uroj jetë e shëndet. Në sfondin e bukur të fotove, që me siguri ju a vini mendjen, ne kishim parashikuar të vini të dy ata, Artur Lekbello dhe njëherësh Ferhat Musa, dy zotërinj shumë të nderuar Skënderbegas njëherësh. Jam informuar që zoti Ferhat Musa nuk ka ardhur sot, megjithatë do të ftoja zotin Artur Lekbello, mjeshtër i madh. Më lejoni që t'ju përqafoj të gjithëve. Sigurisht që kam emocion kur ju në këtë salë, sepse më kujtojnë ato vite aq të bukura. Ndoshta në thonjësa të vështira, por që na kanë bërë mirë gjithë jetën. Na kanë bërë mirë në çdo aspekt, sepse na kanë bërë njerëz mbi të gjitha. Plus frymës që kishim dhe sot e kësaj dite që e trashëgojmë për idealet tona, për ato që ne ndoqëm në këtë shkollë, për atë që ne vazhduam në jetë, për atë që vazhduam në përparte, dikush në Majtë Mali, dikush në qytet, dikush thellë më thellë, po prap kemi mbajtur një emër mbrapa, emrin e Skënderbegasit. Këtë emër do ta kemi mua për veten time, në çdo studio televizive, në çdo vend ku jam, nuk më vjen turp që ta them Skënderbegas. Meqense politika, ashtu siç e tha dhe Luani, e ngatrovi këtë punë. E ngatrovi dhe ndoshta mund të bëj një krahasitje e vogël, jo me 1500, me 1500, me 1200, po të paktën të keqe kishe që kjo shkollë të mbijetonte me 200, me 300 kadet. Asgjë të keqe, biles do t'i shërbente aq më mirë. Më pëlqeu ideja e Ademit, unë e mbështes me gjithë dëshirën dhe pasionin tim që ai ta vazhdoj këtë punë dhe inshallah unë kam besim se Ademi është njëri që i shkon deri në fund këtij projekti. Po mendoj se do ta ketë vështirë sepse analet e politikës janë të tmerrshme, nuk e di pse na ngatrojmë, pse i trem ky emër.
unë nuk e kuptoj, pse duhet i trambi ky emër? Ky është një emër legjendar, ashtu se tha Luani, që e kanë ditur ata që e kanë bënë këtë emër, që mos ngacmojë nga çdo rebesha fortun i gjithë kohërave që do të kaloj. Unë jam krenar dhe dua ta përfundoj këtë fjalë timen përshëndetse këtu. Dua të kujtoj sepse shkolla Skënderbej nuk ka nxjerrë vetëm sportista. Ka nxjerrë artista, ka nxjerrë profesora, ka nxjerrë mjek shumë të mirë, ka nxjerrë pilot i jashtëzakonshëm, ka nxjerrë letrar shumë të mirë, si Arben Duka me shok. Kanë qenë që neve, kur i shikoshim në për televizor, më bëhet shumë mirë. Kur njëri nga ne ngrehet, edhe unë e shikoj nëpërmjet televizorit tem, ky është vllai im, ky ka qenë Skënderbegas. Ky është një lloj si mua, po të paktën ai nuk do gaboj. Edhe njerë, duhet ju përqafoj si që nisa fjallën time, ta gëzojmë të 81 vjetor dhe t'jemi më të bashkuar, mos kemi problematika Skënderbegas, emri është një për të gjithë, dhe duhet të mbushe kjo sallë me të gjithë Skënderbeg, jo të ndahemi ca ndaj këtej, nuk shkon, nuk është e mirë, nuk është e mirë edhe për vetëm që emri që ne mbajmë. Një përshëndetje dhe duhet të shikoj të gjithë të qeshë dhe të. Zyrtarisht ai njihet si drejtori fundit i shkollës ushtarake Skënderbej, por nga ana emocionale ose të paktën nga mënyra se si ai ka vendosur marrëdhëniet me ish-nxënësit e tij, unë do ta cilësoja drejtori më i dashur i shkollës ushtarake Skënderbej. Do ftoj këtu për një fjalë përshëndetse zotin Shkëlqim Dervishi. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve njerë. Më është bërë si tradit të flasë në këto përvjetor të shkollës ushtarake Skënderbej. Është kënaqësi që shoqata që mban emrin Shkolla Ushtarake Skënderbej dhe Ministria e Mbrojtjes kujdesen për të festuar këtë 81 vjetor të shkollës ushtarake Skënderbej. Vitet kalojnë, por emri dhe lavdia e saj nuk zbehet asnjëherë. Unë e kam vështirë sot të flas pas atij dokumentari që pam para pak të kohësh. E kam të vështirë sepse bëhem nostalgjik për atë shkollë, ku punova 20 vjet dhe 4 vjet ish Skënderbegas. E kam shumë të vështirë të filloj të bëj një analizë më të thelluar se sa dokumentari, por 28 mars i vitit 1945 do të mbetet një ditë historike për Skënderbegasit, për Ministrinë e Mbrojtjes, për forcat e armatosura, që kujdesen sot e kësaj dite për ta festuar për vjetorin e saj. Unë dua të them pak gjëra. U deshën plot 47 vjet që shkolla të reformoj, të modernizoj në përmbajtje, në programe, që ajo të arrinte në elitën e arsimit shqiptar. Dhe e tillë bë, shkollë elitë. A ka shkollë në Republikë në atë kohë me një ngarkesë të plot 36 orë në javë, 6 ditë java, 6 orë mësim, ku përfshiheshin 6 orë edukim fizik. Po të shtojnë dhe 4 orë studim, unë do të thoja që bëhen plot 40 orë. Të gjithë kjo ngarkesë mund të konvertohet sot në një javë pune për ata që janë në marrëdhënie pune. 40 orë për t'u përgjigjur interesit dhe etjes së Skënderbegasëve për dije, kulturë. Këta ishin Skënderbegasit që përballonin ngarkesa të tilla në atë kohë. Unë, duke ardhur në këtë ditë, nuk kam ndërmend të flas as për laboratoret, as për mësuesit të përmend emrat veçantë, sepse ata ishin model. Por kujtoj sot atë shtator të zymë të vitit 1992, kur shkolla u mbyll, krejt pa pritur, me një urdhër arbitrar që nuk gjej në të asnjë argument
si kur shkolla Skënderbejt ishte bara ekonomisë shqiptare. Jo. U mbyll ajo shkollë. Dhe më kujtohet një shkrim i një ish Skënderbejës në ato vite. Shkolla u mbyll, muzeu kyç thoshte Skënderbejës. Ciceronët pushuan së foluri, po jo Skënderbejës. Skënderbejës do të vazhdonin. 1200 Skënderbejës u flakën në rrugë. Duheshin përgatitur 1200 dosje për t'i çuar në rrethet e tyre. Skënderbejës nuk ishte marrë vetëm dije dhe kulturë. Skënderbejës ishte aftësuar për të balluar sfidat e reja të jetës. Shpejt do t'i gjejë në kryet e ekonomisë të vendit. Do t'i gjejë biznesmen të zotë, drejtues të aftë të kompanive të ndryshme të biznesit. Dhe sot e kësaj dite ata punojnë me ndershmëri, ashtu si që edukoi shkolla Skënderbej. Pra, çdo arritje dhe sukses i Skënderbejës natyrisht nuk mund të shkëputet nga i zinxhir i komandusve dhe i trupës mësimore të cilët kujdeseshin nga mëngjesi deri në darkë për Skënderbejësit. Unë gjej rastin sepse pas kam sot në sallë kolegun tim, një model i mësuesit Skënder Shkupi. Dhe si Skënder Shkupi kemi patur dhe shumë të tjerë, por me që kemi dhe këtu në sallë. Model po them. Mësuesit ishin model sepse dinin të depërtonin në ndjenjat e nxënësve, dinin t'ju qanin hallet, dhe t'ju qëndronin pranë edhe në ditët, edhe në orët e studimit. Lëndët më të vështira, ne kishim program për të qenë pranë tyre. E pikërisht kjo afërsi e zinxhirit komandisë dhe e mësuesve me nxënësit na bën sot në krenar për nxënësit tanë. Skënderbejësit sot përulen me dignitet për para tyre dhe i thonë me plot gojën faleminderit o njerëz të mirë, o njerëz të ditur që bët gjithçka për ne, për të na pajisur me dije dhe kulturë, për të na edukuar me moton a dheu mbi të gjitha. Kjo do t'jetë motoja e Skënderbejësit. Dhe këtu unë po e përfundoj fjalën time. Faleminderit. Jemi një kombë, jemi një Shqipëri-Kosovë. Dhe në këtë klim do doja për një fjalë përshëndetëse të ftoja Skënderbejësin, zotin Adem Shehi, komandanti brigadës 153 të UÇK-s. Unë jam një ish Skënderbejës i 72-76, të dashur pedagog dhe pedagog, komandant dhe bashk Skënderbejës. Unë isha së bashku me 157 vullnetar nga pjesa jonë që quhet Shqipëria Londineze. U inkuadruam në strukturat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Para se të vi të kjo sallë që peshop për mu dhe për çdo Skënderbejës, njëri më tha do të vish ke salla tjetër që promovohet një libër. Ju lutem lexoni librin Shqiptar dhe lufta të generalit Plumqazini. Të kuptojmë ku jemi dhe ku do të shkojmë. Të nxjerrim mësime nga e kaluara. Së pari fillimisht për të prezantuar ishte më e vështirë, sepse u ndan palët në kuptimin e mirëfillt të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe atyre që abuzonin me këtë emër, por që nuk e kishin për vërteti çlirimin e Kosovës. Kreva detyrën e komandantit brigadës, po se cili nga ju do të ishte komandant brigade në atë vend. Jam i bindur plotësisht, po politika i ndalë. Prita 40 oficerë që kontribuan për kuracinë, po fatkeqësisht
nuk kontribuan për vendlindjen e tyre në Kosovë. Te kompensim e bon njerëzit tanë që lanë luksin e perëndimit dhe u rreshtuan pranë strukturëve ushtrisë trimtare të Kosovës. Unë jam vullnetar. Nga 157 vullnetarë nga pjesa jonë, 1/3 është dëshmor, kanë truar jetën me armë në dorë në formacionet e mjefillta të ushtrisë trimtare të Kosovës, midis tyre edhe heroi kombit Indrit Lulzim Cara. Është tepër të komunikosh dhe të referosh fjalëve të ambasadorit tonë Agim Faku. Shkela një protokoll dhe një rregull të mirëfillt të administratës në ambasadën e tij tonë në Londër, po jam i ndërgjegjshëm që i dhash kombit tonë një hero. Unë me të komunikoj çdo natë. Kaq mjafton për CV-n e Indrit Lulzim Carës. Të dashur ish Skënderbegas, veprova në verilindjet të Prishtinës, duke marrë parasysh ato leksione që na dhanë pedagogët tanë, që mbas çdo urdhri të luftimit është jeta e njeriut. Them me bindje të plot që realizova një detyrë ka shikombit kauzën e gjithë bashkët të fidanistës tonë Shkolla Ushtarake Skënderbej. Kam thënë shumë intervista midis tyre edhe në ditën e varrimit të ish luftarëve të brigadës që ndrun jetën në fushën e luftimit. Më dalin para syve dhe kanë vështirë të mposhtë emocionet. Po të them, në urdhrin e punit luftarak me datën 4 qershor, ndjem të Gollakut ngritën një flamur të kuq, atë që kena pas këtu dhe kemi gjithmonë. Faleminderit për qafime, urimit atë një vitu. Shoqata Skënderbej ka dhe homologët e saj në botë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është edhe atje një shoqatë e Skënderbegasve dhe unë do të ftoja për një fjalë përshëndetse zotin Bujar Hasani, presidenti i shoqatës Skënderbej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Mbrojtjes, të nderuar veteranë, të nderuar pedagogët më të mirë në botë, pedagogët e Shkollës Ushtarake Skënderbej, kuadrot dhe drejtuesit në këtë shkollë, të nderuar general, të nderuar vëllezër Skënderbegas. Është privilegj për mua që të ndodhem sot midis jush në këtë 81 vjetor të Shkollës Ushtarake Skënderbej. Ajo shkollë që na rriti, na edukoi, na burroi, na bëri trima dhe të aftë për mbrojtjen e dheut. Përfitoj nga rasti, sepse po sot festohet edhe një vjetor i Shkollës Ushtarake Skënderbej edhe në New York, nga shoqata e ushtarakëve Skënderbej. Po aty, në cilësinë e presidentit të nderit të asaj shoqate, pasi tani e ka marrë njëri tjetër drejtimin sipas votacionit, edhe urime të përzemërta keni që të gjithë dhe ju duke komunikuar me presidentin e asaj shoqate sot. Kjo shkollë na ka bërë në radhë të parë njerëz, na ka bërë familjar, na ka bërë të ditur që kudo që kemi qenë e kemi treguar vete. Një moment do të përdor për në emigrim, pavarësisht nga detyrave që kam kryer në forcat detare, kur kam vajt atje ato emocionet e para të fillimit të punës në New York, janë pak të vështira. Por në një intervistë atje ku nuk i trëmbsha asnjë interviste, ishte një pyetje që e dim, tha që ke qenë oficer marine e dim. Por Skënderbegas ke qenë, aty u fitova një emocion. I thash, kam qenë Skënderbegas në vitet 72-76. Dilke tha, nesër në orën 8
pra qitu këtu të zyra. Mora uniformën me emrin tim dhe me numër në një punë shumë të rëndësishme. Pra, jo për të treguar çfarë jam unë, por çfarë është Skënderbegas, që kudo që është e tregon vlerat e tij si ushtarak, si njeri dhe si prind e si gjithçka tjetër. Atëre të mos e zgjasim, ju uroj shëndet të gjithëve. E përqafoj profesorin tim më të mirë Skënder Shkupin, sepse e kemi pasur idhull kudo. Faleminderit. Le ti ndërthurim fjalët përshëndetje dhe me poezi, dhe unë do të ftoja që të ndjekim të gjithë së bashku përmes një videoe. Poezin për gjithmonë Skënderbegas, të poetes Lata Ajdini, interpretuar nga regjizori Xhelil Aliu. Arbëria me truall shekullor, e lashtë, sa vet lashtësia. Me luftra rebeshe shuskalite, dëshmon për ty sot historia. Damarët e tu mëj arbërore, gulqonin, thërisnin trimëri, nga dhe u yt filiza nxore, fidanishtja e nënës Shqipëri. Skënderbej, kështjel heroizmash, krenare bit tok sot qëndron. Nga gjeri yt dolën trima, brezat ndër vite do dëshmojnë. Linde herojnë legendar, aq shumë e deshën atë dhenë. As jetën e tyre se kursyen, luftuan me shpirt për më mëdhenë. Brezash që ikën e dovinë, sa shumë kanë për të treguar. Skënderbegas, ky emër i madh, në pjedestal heroizmash lartësuar. Dhe shekujt për ty do dëshmojnë Skënderbegas, biri i arbërisë. Krenar ky emër sot qëndron, kuror mbi kokë të Shqipërisë. Faleminderit. Ne patëm përshëndetjen që na erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe nga Kanadaja do kemi sërish një përshëndetje. Një duartëdhënie të fortë për zotin Dimitër Gjoga, 90 vjeçari, do e theksoj moshën e tij. Një 90 vjeçari i cili drejton organizatën e pasuesve veteran në Kanada. Mirë se erdhe, është Frashëlli, ja ku kemi dhe përmetin që vjen këtu. Më ndjeni të nderuar dhe të nderuarve. Skënderbegas në radhë parë, që keni qenë dhe jeni krenaria e adheu tonë. Unë pata fatin e madhë dhe faleminderit kryesisë veteranëve të adheu që më dha këtë ftesë për sot. Dhe dua t'ju them vetëm 2 fjalë. Në emër të mbi 110 pasues veteran, antar të organizatës që kemi krijuar në Toronto, ju përshëndesim dhe ju urojmë mbrodhësi me në krye mbrodhësit e atë dheu tonë, të cilët i jeni përkushtuar në radhë parë ju. Unë të më falni, po jam një nga nxënësit e parë, kandidat për të vajtur në shkollë Skënderbej, deri dalë dhe në komisionin shëndetësor, unë vocërak i vogël biri Zavalanit, sa kisha ardhur në Tiranë, mbarova shkollën 8 vjeçare këtu në Tiranë dhe nderua drejtoreshe e shkollës që ishte me terun, dhe deputete e tjera, Antoneta Koçi, më thot, do shkosh në shkollë Skënderbej. I thash, faleminderit, po unë isha vocërak, dola në komision dhe komisionin nderuar, doktor, profesor të nderuar, më thanë pikërisht atë, nuk je për këtë, se je me fizionomi, me pasoja. Prandaj vazhdo atë që ke pasion, mësusim, dhe dola mësus. Një jetë. Faleminderit.
organeve të shkollës, që në Malësi Tiranë se ka filluar në 64 dhe ja 30 vjet nga Athina në Toronto, kemi shoqatat të nderuara adhetarësh. Në Toronto, 110, si ju thash, pasus veterani janë atje, me në krye, në radhë parë, vajza dhe motra tona, dhe nana tona, janë atje. Ju faleminderit shumë për këtë konsiderat që më dhatë, që ju përshëndes, dhe në mënyrë të veçantë e përshëndes që këteja, një djalë, si punë e këtij djalit që kemi këtu, Andon Lamo, që babai i tij është atje, ngreu more kapetan. Andon. Dhe Armandi është një nga mësuesët shëmbullor në Toronto. Faleminderit që më dëgjuat. Dhe unë kam 90 vjetorin tani, ndoshta me dy sysh do ju kem se do ta bëjmë në komitetin e veteranëve. Faleminderit juve. Të roni Samalet, ta kaloni 100. Do ftoja në skenë profesor doktor Zydit Dervishi, studiues, shkrimtar akademik i njohur. Ju falenderoj gjithë të pranishmit. Ju uroj shëndet dhe mbarësi pafund në gjithë shka. Unë bimi një argument pak më ndryshe. Unë nuk jam Skënderbegas. Unë kam mbaruar një gjimnaz me emrin e madh Skënderbeu në Kruj. E shpesh me ka ngatruar me Skënderbegas, unë kam qenë kur fillova studimet universitare. Unë mendoj që ne shqiptarët, si popull i vogël, i kemi shumë borxh Skënderbeu. Dhe ne kemi detyrimin që sa më shumë të bëjmë për të kthyer këto borxhe kësaj figure shumë të madhe botërore, jo shqiptare, as ballkanike, as evropiane, botërore. Prandaj do të kërkoj pak minuta për të shëlluar një argument dhe për të argumentuar, si bazë për të argumentuar që shkolla Skënderbeg duhet të rihapet. Është detyrim. Dy shkollat duhen të rihapen. Shkolla Skënderbeg të paktën dhe shkolla normale Elbasanit, që kanë ngarkesë të madhe emocionale, kombëtare dhe vlera më të gjëra se kombëtare. Studiuesit më të kualifikuar kanë argumentuar se rendi modern, kapitalist, është ngritur mbi bazën e lirisë individuale, të të drejtave vetjake të çdo individi, vepra poetike më komplekse që i paraprin periudhës së modernitetit konsiderohet komedia hyjnore e shkruar nga mendimtari e poeti genial italian Dante Alighieri. Në shumë çka kjo vepër i paraprin agimit të lirisë, të një rendi demokratik më përpremtar, më human. Në pjesën purgatore të kësaj vepre theksohet liri shkon të i kërku gjaqe shtrenjtë, si që një veçai që për të sillim se tjeta. Nuk është rastësi që fillimet e modernitetit u ngjizën më hershëm në Itali, por fillimet të tilla mund të zhbëheshin nga fuqia pushtuese perëndërisë osmane, që ishte shteti feudal ushtarak më konservativ dhe më agresiv i kohës në botë. Ndërmjet këtyre dy shteteve, ndërmjet rendit të ri që po ngrihej dhe atij që pengonte përparimin u gjend populli shqiptar, paraardhësit tanë shumë sakrifikuar. Atyre u imponua sfida historike e realizimit në jetë të profecisë poetike moderne, vizionar të Dante Alighierit. Për hapën qerek shekulli, populli shqiptar e përballoi me dinjitet një sfidë të tillë të përgjithshme, më të përgjithshme në histori. Populli shqiptar ka dhënë më shumë gjak për ofrim popullsisë për liri se çdo popull tjetër në botë. Kjo është dokumentuar. Për gjatë 623 viteve të funksionimit të perëndërisë osmane, sultani me fuqi më të madhe pushtuese ka qenë Mehmeti II, i cili e ka drejtuar dhe komanduar këtë perëndori për gjatë 32 vitesh. Në karrierën e tij politike ushtarake, si asnjë sultan tjetër, ai pushtoi 1.520.000 km², duke rritur 3.2 herë sipërfaqen e perëndërisë osmane. Ai u mbiemërua Fatihu. Ky epitet
ka disa kuptime vlerësuese superlative, ndërto kryesore është pushtuesi. Ai pushtoi 14 shtete, 2 perandori, 200 qytete. Në moshën 21 vjeçare, ai pushtoi Konstantinopolën, të cilën e riemëroi Stamboll. Sultan Fatihu në kryet një ushtrie me 150 dhe 200.000 trupa për 3 herë bërë përpjekje maksimale për të pushtuar Krujen, por nuk e arriti. Ai ishte drejtuesi më gjenjal i luftave pushtuese të asaj kohe. Ai nuk pushtoi Krujen sepse populli shqiptar kishte fatin të prihej, jo të komandohej, nga strategu më i madh i luftave qytetimtare, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Vetëm ai mund të thyente ushtrinë osmane, mitin e pathyeshmërisë saj, dhe të mbronte zhvillimet modernizuese të Italisë dhe më gjërë, të gjithë perëndimit. Gjithë Skënderbegasve në këtë sallë, të kudo që janë, uroj shëndet e mbarësi në gjithë shka. Me dignitetin dhe premtarinë e tyre, ata kanë bërë të pranishëm emrin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut në mjedise të ndryshme të shoqërisë shqiptare e më gjërë. Pa hyrë thellë në analiza historike, unë mendoj se shteti shqiptar mund dhe duhet të organizojë këtë sistem, gjithë sistemin e arsimimit ushtarak, pra gjithë sistemin e arsimimit ushtarak, nga shkolla e mesme, universiteti, kurset pas universitare, studimet doktorale e tjerë në emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pra theksoj Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Është shumë e rëndësishme të shtohet kjo. Në sistemi i tillë, shkollimi elitar mund të konceptohej, të realizohej si veprimtari e gjithë shqiptarëve që jetojnë nga dishun ballkanik dhe në diasporë. Pra të ishin shkollë elitare e gjithë hapësirës shqiptare. Në çdo emërtim ose argumentim zyrtar, emri Skënderbeu, emri Skënderbeu nuk duhet ndarë nga emri Gjergj Kastrioti. Madje në çdo rast, emri Gjergj Kastrioti duhet të jetë i pari. Emri Iskander është versioni osman e emrit Aleksandër. Me këtë emër, Gjergj Kastrioti është pagzuar në Kolegjin Osman për nder të Aleksandrit të Madh të Maqedonisë. Si i krahasueshëm me të, por Gjergj Kastrioti e ka të kaluar shumë Aleksandrin e Madh të Maqedonisë. Gjergj Kastrioti është kryegenerali më i madh i luftave shtrimtare. Të tërë generalet që kanë bërë lufta pushtuese kanë dështuar. Kryeheroi ynë nuk ka dështuar sepse ka bërë lufta shtrimtare dhe kjo duhet të theksohet në çdo rast, në çdo dokument të shtetit shqiptar. Unë do të referohem Kadares. Ai thotë, një emër Gjergj e kish si dielli, tjetri si hënën Skënderbe. Te dielli i pari pastaj hëna. Unë ju falenderoj. I gjithë vogël duhet ju theksoj. Ka bërë përshtypje që në Kruj, gjimnazi për mbaruar unë, kishte emrin Skënderbeu. Në 7 mars të vitit 2015 më ftojnë, shkoj shpesh në atë shkollë, më ftuan dhe unë i propozova mësuesve, kolektivit të mësuesve, një shkollë e mrekullueshme, ka vazhdon të mbetet, që të plotësohet emri, të vihet Gjergj Kastrioti Skënderbeu, sepse emrin e parë në Kruj e ka patur Gjergj Kastrioti. I thashëm, përgjithësisht për këtë ma lini mua, thashëm. Qofse keni rezistencë nga strukturat vendimarrëse më lart, përgjithësisht ma lini mua, thashëm. Ata mirëpritën, e propozuan dhe që nga shtatori i vitit 2015, Gjimnazi i Krujës është plotësuar me emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Unë mendoj që tërë sistemi i shkollimit ushtarak i hapësirës shqiptare në Ballkan dhe pash këtu ka hapësira të mrekullueshme këtu për shkollën, ka hapësira të mrekullueshme që mund të rikompozohen dhe unë mendoj që tërë sistemi i shkollimit ushtarak të shqiptarëve duhet të ketë emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ju përgëzoj edhe për kontributin që keni dhënë në këtë drejtim. Faleminderit. Mirë, mendoj që është momenti për të bërë një ceremoni dekorimi. Një ceremoni dekorimi për profesor doktor Skënder Shkupit. Kjo dekorat jepet nga presidenti i kompanisë Klik Expo Klik, zoti Skënder Luan Muhameti, dhe unë do të ftoja general lejtnant ambasador zotin Pollum Qazimi që të vi këtu.
Klik Expo Group, në emër të Komisionit të Vlerësimeve, me mirënjohje për figurat e shquara me kontribut në fushën sociale të sigurisë dhe mbrojtjes. Zotit Skënder Ali Shkupi t'i akordoj medaljen e ylli i generalit, si mësues dhe edukator i shquar dhe i veçant i Skënderbegasve ndër dekada, dhe si trashëgimtar i vlerave të Ali Shevqet Shkupi, shefit të parë të shtatmadhërisë shqiptare në historinë moderne të Shqipërisë në qeverinë e Ismail Qemal Vlorës. Luan Muhametaj, president. Luan Muhametaj Skënderbegas, i biri i ushtarakut shquar shqiptar Hajrullah Muhametaj. Të nderuar kolegë, po ju them kolegë sepse edhe unë e ndjej veten sikur kam qenë Skënderbegas, jo thjesht mësuesi. Është një situatë e jashtëzakonshme për mua sot. Kurse kam ndjer veten kaq të kënaqur e kaq të gëzuar sa sot. Vitet bëjnë të tyre. Por ajo periudhë, gati 12 vjeçare, kam qëndruar në shkollën Skënderbej, për bërë pjesën më të bukur të jetës time profesionale. Nxënësit e mi kanë qenë njerëz jashtëzakonisht të mirë, jashtëzakonisht të formuar dhe ishin të etur për çdo gjë që unë mendoja që duhet t'ja transmetoja atyre. Dhe mas kaq vitesh, më duket se asgjë që kam bërë më mrapa ose më përpara nuk krahasohet me atë periudhë aq të bukur të shkollës Skënderbej. Jam jashtëzakonisht falënderues për vlerësimet të cilat ndoshta edhe nuk e meritoj deri në atë shkallë, po është mirësia juaj, është dashamirësia juaj e cila prevaloi në këtë rast dhe mua më bëri të jem shumë mirënjohës ndaj të gjithë juve. Ju falenderoj pa mas. Dhe uroj që në fund tani që propozimi shumë i menduar mirë i Zotit Shkëlqim, të cilin e kam pas mik të afërt, për hapjen ose rihapjen e shkollës ushtarake Skënderbej të realizohet. Do jetë një aset i madh për Shqipërinë edhe për gjithë kombin tonë. Ju përqafoj të gjithëve. Ju falenderit shumë. Klik Expo Group, në emër të Komisionit Vlerësimeve, me mirënjohje për figurat e shquara me kontribut në fushën sociale të sigurisë, mbrojtjes, kulturës, artit, trashëgimisë, kanë nderin që shoqatës Shkolla e Mesme Ushtarake Skënderbej t'i akordoj medaljen Shqiponja e Artë, si përcjellëse dhe ushtruese e promovimit të vlerave më të larta kombëtare shqiptare, si përfaqësuese dinjitoze e devizës Kauza e Skënderbegasve është atdheu. Luan Muhametaj, president.
Faleminderit mbreti i marketingut shqiptar zoti Loan Mahmeti, Skënder Begas. Kjo dekorat i takon çdo personi që është sallë, i takon asambles shoqatës shkollore ushtarake Skënderbej. Ju faleminderit gjithëve. Janë emocionuese këto momente, sidomos kur dekoratat jepen me merit. Para se të kalojmë tek dhënia e certifikatave, apo ta lëmë këngën për një moment tjetër, po kalojmë direkt tek dhënia e certifikatave për efekte edhe të kohës shumë të gjatë, përshëndetjeve na kanë emocionuar, por ka dhe një limit të një aktiviteti. Atëherë unë do ftoja për një fjalë përshëndetse dhe më pas edhe dhënien e certifikatave të mirënjohjes, përfaqësuesen e Ministrit të Mbrojtjes, zonjën Aida Kripa, përgjegjëse e sektorit të përkujdesjes sociale të ushtarakëve në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore. Më në fund një zonjë, një duartrokitje, sepse pam shumë zotëri. Përshëndetje të gjithëve. Gëzuar festën të nderuar Skënderbegas. Ministri i Mbrojtjes, në këtë ditë të shënuar tuajën, ka dhënë disa certifikata mirënjohje me motivacionin për kontributin e dhënë në shërbim të forcave të armatosura. Zoti Edmond Braneshi. Zotit Skënder Mustafa Raj. Të nderuar pjesëmarrës, të dashur vëllezërit e mi Skënderbegas, ju konsideroj kështu sepse shkolla Skënderbej ashtu i kishte zënësit e saj si një familje, jemi rritur 14 vjeç deri në 18 vjeç bashkë si një familje. Ajo shkollë, nga shkolla Skënderbej, nuk na dha vetëm dije, por na edukoi, na ka leti karakteri, disiplinën dhe dashurinë për atë dheu. Mirënjohje për jetë shkollës ushtarake Skënderbej. Zotit Aslan Zemani. Zotit Dilaver Hoxha. Zotit Zylyf Isufi. Zotit Ndriçim Hoxha. Dhe Zotit Jonus Koni. Dhe njërë gëzuar. Faleminderit për vlerësimet. Një video e fundit për të bërë mbylljen e aktivitetit të 81 vjetorit të shkollës ushtarake Skënderbej.
Gëzuar 81 vjetorin e shkollës ushtarake Skënderbej. Shpresoj të festojmë edhe për shumë dekada të tjera.